Përshëndetje. Krimet mjedisore që po ndodhin çdo ditë kanë autor, po jo përgjegjës. Shkatërimi i lumit Shkumbin, rrugës dhe ekurrudhës kombëtare po ndodhin me miratimin e atyre që paguhen nga taksat tona për ta mbrojtur atë. Shkumbini, dikur një lum i mrekullueshëm me ekosisteme plot pemë, është kthyer sot në një moçal me kantiere ndërtimi përgjatë gjithë shtratit të tij. Në vend që të mbështeten zgjidhje përmes infrastrukturës së gjelbër urbane, qeveria e babëzitur e Edi Ramës i ka shpallur luftë mjedisit dhe natyrës. Lëpirësit e pushtetit po thonë që ka leje mjedisore dhe kjo sipas tyre e bën normale dhe ligjore situatën. Por pikërisht pse kanë dhënë leje mjedisore për ta kryer këtë masakër në shtrat lumi, ky është krim mjedisor. Edi Rama, Balluku, Kumbaro dhe kumbareshat e saj duhet përgjigjen për krimin mjedisor të parikuperueshëm dhe dëmin e jashtëzakonshëm infrastrukturor. Lejet e Këshillit Kombëtar të Ujit për marrjen e inerteve lumore në shtrat Shkumbinit për kompaninë Ank, në Dragostunj dhe në Papër për Salillarin janë akte kriminale mjedisore, pasi shkatërrojnë shtretërit lumej prej mijëra vjetësh, shkatërrojnë ekosistemin breg lumor, dëmtojnë akuaferet nën-toksor dhe mund të rezultojnë, siç në fakt rezultuan, në deformimin e skarpatave breg lumore dhe ndryshime tektonike dhe hidrodinamike të shtratit të lumit. Gërryerjet e zhavoreve breg lumore, mijëra vjeçare, është si të gërryesh organet e brendshme dhe të pretendosh se nuk do ketë pasoja. Por në një vend kur krye hajduti ka kapur drejtësinë dhe nuk lejon asnjë procedim penal që nuk ka qef, to krime mjedisore me pasoja të rënda financiare dhe infrastrukturore, ndonse kanë autor, mbeten pa përgjegjës. Ndaj ka nevojë të protestojmë edhe për këto krime, se qeveria nuk po vjedh veç demokratët, por gjithë shqiptarët, pa dallime partijake. Madje po vjedh dhe shkatëron mjedisin që sjell pasoja afatgjate dhe të fëmijët e të gjithëve ne. Ju faleminderit.